Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu ajri al-muftiri fi as-safar idha tawalla al-amal. Shpërblimi i atij që e çel në Ramazan gjatë udhëtimit. Sidomos nëse i shërben agjëruesit. Ai që e çel gjatë agjërimit duke qenë udhëtar, normalisht ka shpërblim se po bën lehtësimin që i ka falë Zoti. Pra, Allahu don për njeriu që të bëjë lehtësimet ashtu siç don për njeriu që të jetë korrekt aty ku duhet të qenë korrekt. Po Allahu do për robët që të jetë zbatuesi i lehtësimit të tij. Pra nuk është një humb se dab dhe shpërblim njeriu nëse është udhëtar apo i smur dhe nuk e bën adhurimin tot ashtu siç ka qenë në kohë normale. Pejgamberi sa thot kur njeriu smuret ose udhëton, Zoti e shpërblim në adhurimin të plot. Pavarësisht se ai mund të bashkojë apo mund të shkurtojë. Kurse këtu flitet për një gjë tjetër, për një rast tjetër. Të bëhet fjalë kur njeriu nuk agjeron për shkak të udhëtimit, po i shërben agjëruesve. Gjërni hadithin. An Anas radhiyallahu anhu qal kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thotë ishin në një udhëtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe qëndronin në hijen e gjybes të tij për shkak të vapës të madhe, pasi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hapat e gjyben e vetë dhe janë fut njerëzit poshtë gjybes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me vapë të madhe ka qenë. Ata që ishin agjërueshëm thotë s'lëviznin fare. Ndërsa ata që ishin jo agjërues filluan të lëviznin, të mbledhin drut, filluan të bëheshin gati ushqimin e derisa e mbaruan dhe e bën gati. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo agjëruesit sot e morën gjithë shpërblimin. Jo agjëruesit sot e morën gjithë shpërblimin. Me çfarë kuptimi? Sepse është hadithi që thotë kush e ushqen një agjërues, pra kush i jep iftar një agjëruesi, me shpërblimin e kujt? Me shpërblimin si ai që ka agjëruar. Kështu që këta, edhe pse ishin një agjërues, po ishin të arsyetuar për shkak të udhëtimit, pa ata përgatitën iftarin për agjëruesit. Këta arsyetuar se e morën gjithë shpërblimin, kush jo agjëruesit sot, pra në kuptimin e edhe pse nuk agjërojnë, të arsyetuar nga Zoti se janë udhëtar. Udhëtari i jep shpërblimi sikur e ka bërë veprën për shkak të mosbërjes se është agjërueshëm. 1. E dyta, këta bën iftarin për agjëruesit, që është shpërblimi sikur ka agjëru. Pra në kyse, domethënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inkurajoi veprën e tyre ose lavdroi veprën e tyre ose si më thënë tregoi mirësinë atyre domethënë këtë që bën. Kështu që ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ata që s'agjëruan sot e morën gjithë shpërblimin, në kuptimin e inkurajoi veprën e tyre, e lavdroi veprën e tyre në shërbim të vëllezërve të tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.